Ju e keni pasur një editorial së fundit shkruar nga përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, ku kërkon edhe me një fjalë sugjeron që e kemi edhe një vetafat nëse zgaboj deri në mbylljen e dritarës së përfshirjes së Kosovës në projektin e gazit amerikan. Nëse janë edhe një vjet pyetje, është obligimi joni si Kosovë, institucioneve të Kosovës nesër, me gjetë modalitetin që mos na mbyllë dritarja. Momentin që mbyllë dritarja nuk ka më arsye. Mujme me dhon 1 milion arsye, po dritarja është mbyllë. Është obligimi joni me gjetë modalitetin që para se më mbyllë dritarja Kosova të përfshihet në këtë projekt, qoftë me alternativën e Vlorës, qoftë me alternativën e ndërtimit të kypave përmes Kosovë, një alternativë ekziston. Janë disa opsione, ta zgjedhim më të mirin të mundshëm, i cili jo vetëm që përmbush interesat tona kombëtare ekonomike, po të njëjtën kohë përmbush edhe interesat gjeostrategjike pa e cënu marrëdhënien tonë me Shtetet e Bashkuara. Unë jam i bindur që ky modalitet ka mu gjetë. Nëse nuk gjendet, është dështimi jon. Mos pajtime për qasje, mos pajtime për orientime. Ka pas mos pajtime, ato janë publike. Ju dini sa herë ka pas mos pajtime me intervenime që janë bën veriun e Kosovës. Pra kryesisht për veriun apo? Ka pas për veriun. Sot ka një lloj mos përputhje të opsioneve për gazin amerikan. Këto janë evidente. Kosova nuk guxon të lejoj për asnjë moment të dalë nga orbita e politikës jashtme amerikane. Kjo nuk do thotë që ne nuk duhet të përcjellim edhe të luftojmë deri në pikën e fundit për. Po del nga orbita sipas jush? Jo, unë besoj që nuk ke mundësi tjetër. Që dalja nga orbita e politikës jashtme amerikane nuk lën ty hapësinë si Kosovë me qëndrua vetëm sepse ne nuk kemi fuqi gjeopolitike as gjeostrategjike, të jemi një farë lloj faktori përcaktues në politikën ndërkombëtare. Asat ballkanike do thoya. Fuqia jon në politikën ndërkombëtare është enkas e ndërlidhur me përcaktimin ton gjeostrategjik. Normal, ka oscilime, ka pas dituna, ka mosmarrëveshje dhe diskutime, po edhe këto mosmarrëveshje, edhe këto diskutime që bëhen shpesh nuk duhet asnjëherë të kthehen as në kacafytje, e zot mos e bën në një lloj do thoya ndërprerje të marrëdhënieve. Tash në momentin që flasim për gazin, flasim për energjinë. Në momentin që flasim për energjinë, flasim për sigurinë. Në momentin që flasim për sigurinë, po flasim për politikën e jashtme. Sepse sot ne jetojmë në një dinamikë zhvillimeve të jashtëzakonshme politikës ndërkombëtare. Do thotë para 5-6 muajve ndoshta kërkush nuk e ka bën mend që Amerika do të hyjë në luftë me Iranin apo. Pa ajo ka ndodhur. Dhe nëse jam dëshmitar të asaj, ti ki konfliktin e hapur në linjën e mesme, e ki konfliktin e vazhdueshëm Rusi-Ukrainë. Ka një përballje që për shembull për ata që kanë lexuar ndonjëherë librin e famshëm të Samuel Huntingtonit ku flet për përplasjen e civilizimeve, por kjo pikërisht sot që jem duke pa është një lloj përplasje civilizimesh. Çfarëdo që neve na ofrohet nga Shtetet e Bashkuara, edhe na kërkohet nga Shtetet e Bashkuara, edhe sa herë që ne kemi qenë në anën e Shteteve të Bashkuara, ne kemi dalë fitimtar. Kjo puna e gazit, po them, nuk e kuj vetëm për qenë ekspert i energjisë. Si duhet vepru sipas jush, pra në aspektin edhe ekonomik dhe politik? Edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin politik, ka gjithmonë dy anë të medaljes. Një anë e medaljes është ajo që e dëgjojmë për ditë, rëndësia gjeostrategjike dhe gjeopolitike e përfshirjes Kosovës në projektin e gazit amerikan, dhe ana tjetër e medaljes janë interesat e Republikës Kosovës ka shik këtij projekti madhor, se nuk është projekt i vogël. Edhe unë besoj që ne duhet ta gjejmë atë modusin ku jemi pjesë përfundimisht jemi pjesë e interesave gjeostrategjike dhe gjeopolitike e Shteteve të Bashkuara me gaz e pa gaz. Domethënë nuk është ideja që nëse na e marrim gazin, që ky është benefiti, nëse na nuk e marrim gazin, që ky është dënimi.